Sot do të flasim për një temë mjaft me rëndësi. Flitet shumë. Biles ndonjëherë edhe më duket ja huqim apo ja vëmë fajin për çdo gjë, pa e ditur se çfarë është konkretisht dhe si ndikon ajo në shëndetin tonë mendor dhe çfarë duhet të bëjmë. Kemi dëgjuar edhe nga nanat tona, edhe nga gjyshet tona për menopauzën. Sidomos bashkëshortët apo partnerët janë ata që thonë, po më duket gruan e ka kap menopauza apo klimaksi, siç i kanë thënë dikur. E për këtë temë kaq të rëndësishme, sot do të flasim me psikologën klinike, psikoterapistën Antigona Qenaj Sediu. Antigona, përshëndetje, edhe mirë se erdhe. Përshëndetje Laura, mirë se gjeta. Dhe faleminderit që na e propozove si temë se me të bisedu edhe të pyeta se zakonisht ne flasim për problemet e shëndetit mendor, po duke mos qenë edhe një host të fushës, ka shumë tema që nuk i prekmi që janë të rëndësishme dhe një nga to, faleminderit që na e kujtove menopauzën, që është diçka shumë e rëndësishme dhe me të vërtet ka ndryshime të themi të gjendjes tonë të humorit tek gratë. Por gjithsesi që do të flasim edhe te burrat, a hyn në menopauzë shumë çka tjetër. Fillimi çfarë thot psikologjia, çfarë është menopauza? Menopauza në kuptimin mjekësor është periudha kur gruaja ndërpritet cikli menstrual, një prej kushteve për me përcaktu si menopauzë është ajo mos të ketë ciklin menstrual për një vit. Por përveç kësaj periudhe strikte ku ajo nuk e ka ciklin për një vit, faza e para menopauzës fillon shumë herët dhe është një periudhë ku gruaja vren simptomatologji të ndryshme dhe në aspektin psikoemocional për një periudhë disa vjeçare. Do të thonë kur veç fillojnë rreth moshës 40-40 vjet ajo faza premenopauzës, do të thonë simptoma para se të fillojë. Te cilës moshë fillon kjo? Prej moshës rreth moshës 40, ka disa raste kur te disa gra për shkak të arsyeve të tjera, qoftë gjenetike ose mjekësore, për shembull ndërhyrje, ka gra që kanë heq mitrën për arsye të ndryshme shëndetësore, mundet me fillu edhe më herët, për shkak se nëse se kemi mitrën nuk prodhohet estrogeni dhe kështu fillon ajo faza te gratë, po kjo flasim për një gjendje tjetër shëndetësore që ka të bëjë. Te gruaja mesatare rreth moshës 40 vjeçare fillojnë me vrej disa simptoma. Do të thonë ne që jemi në para menopauzës. Do të fillon pak mendja, ndonjëherë na I thojmë një mjegull e vren si një mjegull në mendje. Janë disa simptoma të cilat vijnë si pasojë e kësaj periudhës para menopauzës. Ja po ti përmendi unë disa a janë të para menopauzës. Për shembull kjo me haru, po e dim tash pse, Fatima apo ndodh edhe ty, po haron, po. Edhe regjistra një grua. Nuk qenë ka ajo ngarkesa, do të thonë prej ngarkesës po haroj, po prej paramenopauzës. Mandej a janë edhe këto ndjenja që ndonjëherë nervozizëm I madh, mandej ndonjëherë vjen për çajt, pa e ditë as pse, as qysh, as tek as ndonjëherë për me qeshëm, pa pas ndonjë arsye të madhe. Janë këto luhatjet e humorit në këtë fazë, po deri diku janë normale, të cilat janë në përputhje me këtë fazën e premenopauzës. E kjo herë nxehtë, herë ftoft, herë nxehtë. E mandej kjo është në fazën e menopauzës kryesisht. Veç kur futemi në menopauzë. Po për shkak se simptomatologjia bëhet më e fortë, mungesa e prodhimit të estrogenit ndikon te neurotransmeterët që nuk prodhohen mjaftueshëm. Prandaj kemi ato luhatjet e disponimit dhe dikush mundet me u shqetësu thotë po tash nëse s'kam cikël, kam e pas të njëjtën këto probleme. Jo, madje unë e bana një postim në rrjetin Facebook ku dhash disa informacione për menopauzën dhe pash një grua që kishte komentuar dhe kishte treguar shumë bukur çush ajo e ka përjetuar këtë fazë dhe çush tashmë e ka kalu dhe ka dalë në një gjendje qetësie. Kur ndodh kjo? Pas sa kohësh? Do të thonë kjo faza e menopauzës kur kalon merr disa vite dhe fakti që po them kalon nuk do të thonë që kalon me një herë, na duhet me thonë që gratë duhet të jenë pak të durueshme, të merren me veten, po është mbi të gjitha Laura është një fazë e bukur e zhvillimit personal të gruas. Në kuptimin emocional flasim për rritje emocionale, për një pjekuri, për një moshë ku krejt obligimet rreth asaj moshe tashmë gratë I kanë kalu si
lindja e fëmijëve, arritjet në karrierë, domethënë ato qëllimet jetësore sikur pak a shumë realizohen në këtë moshë dhe është koha kur gruaja duhet të fokusohet te vetja dhe të përqendrohet te ajo çka ajo dëshiron për jetën e vet, çka është ajo edhe cilat janë ato ëndra ndoshta cilat asaj ka mbetë edhe pa realizu. Po çka ndodh për shembull kjo faza kur rritën fëmijët edhe ata fillojnë me u largu prej shtëpisë, shkojnë studime, martohen, mundet me qenë periudhë e vështirë për disa gra sepse e marrin pak personale, sidomos kulturën tonë, këtë lidhjen emocionale kemi shumë të madhe me fëmijët, edhe fillojnë ato mërzi të cilat djali si ka faj fonusja heki frishtisë. është proces i zhvillimit, është proces i jetës, edhe nëse na mësojmë me jetu për veten, pikë pari kemi me pas ma letë edhe milion tjertë me jetu për vetën. Nuk të e vrejtë me kalu në depresion masani. Me i marrë gjëra shua dhe me analizu të unis prej vetës tonë. Nuk të e vrejtë që tregove për paramenopauzën që fillon para 40-ave ndonjëherë edhe më herët kur kanë pasur probleme shëndetësore gratë, por a e vërtetë tek menopauza që nuk e pyeta fare për cilës moshë po sa vite zgjat. Kështu që ajo veç po më intereson për sa kohë e kalon. Sa me duru. Sa ka me njek. Kur mundemi me llogarit që jemi futur në menopauzë, për cilës moshë fillon menopauza dhe cilat janë ato simptomet e para? Varsisht prej gruas nuk kemi një moshë të saktë, po është rreth moshës 50. Llogaritet që hyn në menopauzë momentin që ka filluar me u ndal cikli dhe për me plotësuar tamam kriterin është nëse s'ke pas rreth 1 vjet cikël. Plotësisht 1 vjet s'ka ardhur asnjëherë cikli. Do të thotë ajo është menopauzë. Diçka duhet të ndalem këtu. Ka periudhë gjatë peromenopauza, paramenopauza, prej 40 deri në 50. Po, pikërisht është prandaj e zgjodha si temë Laura sepse po i paramendoj burrat tu thon ku me duru në këto 10 vjet. Tash kur po thojmë a durohet të s'po du me drejtu gishtin ka gratë. Sa vjetë i kia ty bon? Se unë 26. Okej. Unë rrët 20-ave. Mirë, do me thonë. Aty dikun, unë një kom afru, ko që se shumë. Kështu që është fazë të cilën të gjitha gratë ka me kalu. Çka ndodh kur fillojnë ato simptomat e hershme, fillimisht ndoshta edhe nuk e kuptojmë çka kemi, ai nervozizmi, pak më i shprehon sidomos në periudha para ciklit. Lindin shpesh këtu konflikte edhe mes partnerve, edhe ndodhin edhe divorce dhe çuditën njerëzit qysh tash po ndohen këta sa vjet janë martu, është pikërisht për shkak që nuk arrin me kuptu këtë simptomatologji si diçka normale dhe mendohet që po ndodh diçka jashtëzakonshme, nuk po ndodh atë, është pjesë e zhvillimit jetësor, e rritjes personale të secilët, sepse na mendojmë që jemi rrit me 18 vjet, po ai zhvillimi emocional, personal, rritja ndodh gjatë gjithë jetës. Për me pagu pak sa. Për ndryshe e vrej nga mesazhet në privat që më vinë që Laura sa e fortë je me gjitha ato sfida që i ke kalu në jetë. Dhe ndonjëherë më qeshin me thonë, me i dit ju pas kamerave se çfarë ka. Për shembull, unë i kam do kështu çarape që siklet janë të mdhonë. Herë po vjen cet, herë po vjen ftoft. Sa çaj tal mëngjes, sa çaj qesha më vonë. Do të thotë janë gjithë ato që gjithë ne pavarësisht që nga jashtë edhe nuk dukemi në gradim ta kamuflojmë shumë bukur këtë gjë, por do të thotë është diçka që duhet të mësohemi mos ta marrin ashtu të themi tragjike dhe depresive, por padyshim që këto ndryshime hormonale që ndodhin munden shumë herë me ndiku edhe tek shëndeti mendor. Ka gjasa me shkaktu ankth, dikujt depresion, madje dhe depresioni janë goxha të shprehuna. Këtë periudhë. Folëm për luhatje të disponimit të humorit, folëm për nervozizëm, është ajo periudha kur gruaja ndjen se po vunë realisht, sepse diçka në trupin e saj edhe po ndodh, dhe se si ka me menaxhu krejt këtë situatë, varet shumë edhe nga faktorë tjerë social, familjar, nëse kemi edhe probleme në familje për shembull, ndërkohë që ajo është të kalu në një periudhë po themi të vështirë brenda në trupin e saj, stresi ka me përkeqësu akoma më shumë. Këtë periudhë asaj i nevojitet më shumë qetësi, i nevojitet më shumë kohë për veten, i nevojitet më shumë mirë kuptim nga njerëzit përreth,
por ky ambient i tillë rreth nesh jo gjithmonë është i tillë dhe ndonjëherë kjo shkakton një gjendje stresit edhe rëndon simptomatologjin. Dhe me të vërtet për krahja është shumë e rëndësishme në këtë periudhë dhe përveç problemeve që munden me i pas në jetën e tyre në familje, ka edhe momente kur kanë edhe humbje më të dashurve, po bazohem sepse unë edhe jam shpreh që në këtë emision do të flas shumë edhe për veten time, për anktin tim, sulmet e panikut edhe për gjithçka, sepse gjithë jemi njerëz dhe nuk duhet na vijë tur pas të kërkojmë ndihmë. Unë kam mbajtur seanca vite më parë në Maqedoni, tashmë i mbajt Antigona, nuk kam nevojë me shku larg. Faleminderit shumë Antigona që je aty çdo herë. Por ajo çfarë është e rëndësishme është edhe kur i kemi në këtë moshë dhe humbjen e më të dashurve, sikur unë që kisha 2 javë më parë humbjen e nënës, që vërtet nuk është diçka e lehtë dhe me të vërtetë në fillim u duk sikur ankthi do thotë u zbut, që e themi ne si shoqëri që ta marrin njerëzit, do thotë kontakti, komunikimi vërtet ishte shumë i rëndësishëm, por tashmë me tu drejtu gjithë në për puna, në për angazhimet veta, si duket ankthi u rrit tepërshëm. Dhe ky mirëkuptim, kjo përkrahje nga njerëzit që ne i duam vërtet ndikon dhe është një ndryshim shumë i madh që lun tek personi që përballet me këto vështirësi. Po si mund ta ndihmojmë ne veten tonë në këto momente, në këto raste kur ballafaqohemi qoftë me paramenopauzën, qoftë me menopauzën? Si mundemi me ndihmu që mi te kalu pak më lehtë, mos më ardhi aty me na shkaktu ankth, sulme paniku apo edhe depresion? Laur, para se me të përgjigj, po do me thonë që e vlerësoj shumë faktin që ti gjithmonë je hapun edhe thu publikisht atë që kalon edhe e ndon me publikun tënd, ndoshta të qenurit edhe personi mediave ta mundson këtë, po jo gjithmonë na si shoqëni jemi të hapun me i thonë ato që ndjejmë pa filtra, sepse gjykohemi, merremi siç mendur, do të thënë gjithmonë është ai paragjykimi atje jashtë që na pret dhe jo çdo kush e ka këtë forcë me thonë ashtu trosh çush e përjeton secilën situatë. Prandaj e vlerësoj shumë edhe e ndjeva të nevojshme pikërisht tash me ta thonë publikisht. Pikërisht jam ballafaqur shumë dhe po ballafaqohem, e di sa është e rëndësishme me gjetë një çelës jo vetëm të metodave psikologjike, psikoterapistëve, por edhe një metodë në shoqërinë tonë se si të jemi më të afër, si ndihmojnë, sepse ata të cilët po ballafaqohen me probleme të tilla nuk janë të çmendur. Zakonisht gjykohen edhe nga familjarët, edhe nga rrethi, edhe nga shoqëria. Sa flasim hapur dhe flasin disa njerëz të cilët ekspozohen pak më shumë para mediave, padyshim që vlerësimi do të kalojnë diçka tjetër, që nga diçka e zakonshme, diçka që mundet me ndodhe dhe mundet me prek gjithë secilin. Patjetër, të gjithë ne kemi dëshirë të jemi të fortë, të përballojmë gjitha situatat me forcën e jashtëzakonshme, por sa është e mundur realisht kjo është plotësisht e pamundur. Do thonë, secili prej nesh në një fazë të jetës mund ta kemi më të vështirë të përballojmë ato në për cilat kalojmë. Dhe prandaj është e rëndësishme të flasim, sepse kështu kemi me gjetë dikë që do të na ndihmojë. Do të thotë në këta persona do të jenë 10 që do të na gjykojnë e një i cili na ndihmon, po mjafton ai një që na ndihmon është një arsye e madhe pse duhet ta flasim, mos ta mbajmë brenda nesh. Se kjo i ka ato pasojat e veta. Pastaj për me u përgjigj te pyetja jote, çka duhet bëj një grua që e përjeton krejt këto. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të mos e vrasim shumë mendjen çka po flasin tjerët. Të kthehemi te vetja jonë, të kujdesemi për veten tonë, për trupin tonë, për gjendjen tonë emocionale. Ka shumë gra që thonë nuk po punojnë dur të komt, nuk jam mirë, kam siklet të madh. Mos ki frikë me ndalu. Mos ki frikë me lanë gjithçka për cilën ti e ke përkushtu jetën tonë, e ke dhënë gjithçka për atë gjë, nëse vetja jote thjesht ka nevojë për pak kohë për ty. Bëj më të mirën për veten tonë, ndalo pa frikë. Fillo merru me një aktivitet sportiv sepse është tepër i rëndësishëm për trupin, por edhe për mendjen, për gjendjen emocionale kjo. Bëj gjëra të cilat i do tashmë e ki moshën e pjekurisë, lej të jetojnë me dashuri, jep më shumë dashuri dhe prano më shumë dashuri, por
fokusohet te vetja dhe duhet vetëm më shumë në këtë moshë, sepse kjo është ka i duhet vetës tonë në këtë moshë. Mos qash pak më shumë, mos i merr gjanat shumë afër zemrës. Ajo ndjeksja në Facebook kishte thonë jo mësu me ndëgju më shumë, edhe kish tin klapa sepse jam vjetër, edhe kish buzëqesh, edhe po qeshi më shumë, jam bo pak si fëmijë. Është shumë e bukur mënyra që ka përshkruar sepse tash po flasim për një moshë të pjekurisë, hajde të ndëgjojmë më shumë, mos t'i marrim aq afër zemrës gjithçka, të dojmë më shumë, t'japim më shumë paqë për tjerë, se kështu kemi marrë edhe për veten tonë. Ato që japim dhe na kthehet mbrapsht. Pikërisht, shumë e rëndësishme mos me vra mendjen shumë çka janë të thënë tjerët. Kjo është e rëndësishme, por ndonjëherë më duket kur bëhet edhe e kemi këtë që bëhemi ndonjëherë edhe si robot, duke dashur çdo herë me qenë të fortë, e të ngarkojmë veten edhe më shumë, nuk e ndëgjojmë trupin tonë, sepse me dëgju këtu psikolog të ndryshëm, psikoterapist, që në ato momente kur edhe përjetojmë sulme paniku apo ankth, ta ndëgjojmë trupin tonë, që çfarë po na thot trupi. Nuk shumë e rëndësishme kujtu në ato momente që nuk vdes, sado që po duket jetu përjetu një të merr brenda vetës, frika rritet edhe intensiteti i frikës bën me mendu gjanat më të mëshme që janë të ndodh. Realisht nuk është të ndodh kur gjë, edhe thjesht kujtoja vetës që s'kemi dekur saj, edhe kam e kalu. Të themi frika nga frika, është diçka që nuk e dim nga vjen, dhe duke qenë isha mirë, nuk e di çka më gjetë, të themi atë fjalën që qysh kesh mirë veç merr një farë frike e madhe, si një farë nxehtë, një farë i madhe, një farë frike, do thotë, janë këto të ndryshimet hormonale që bëhen kur trupi po përgatitet për një tjetër stad të jetës, të kësaj të pjekurisë. Është mosha të cilën kemi ndryshime hormonale, të cilat na japin simptoma të ankthit, dhe ankthi është i zakonshëm në këtë moshë, depresioni është i zakonshëm në këtë moshë. Ndodh për shkak të këtyre ndryshimeve hormonale. Unë përshkruaj shpesh këtë ankthim pa një arsye, se kur ke frikë se po të njeh arusha, ti den çka po ndodh, trupi prodhon nuk shkon normal kortizolin, prodhon hormonet që ty me dhon fuqi me ik prej arushës, edhe janë rregull, reagimi është normal karshi situatës. Por ty pa të njeh arusha, nihesh si me të njeh arusha. Kjo edhe më keq. Është kjo periudhë është moment shumë i vështirë për me përballu, sepse shumë çka po ndodh në trupin tënd, ndërkohë që trupi po thotë ik prej arushës, ti nuk ke një arsye reale, mendja thotë ku po do me ik. Dhe kjo është ai konflikti që krijohet brenda. Domethënë, prodhohen ato hormonet që ti me don fuqi me ik, ka fillon ato drejt. Po shqyrtoj rastin Antigona, ka dhe psikoterapeutë që na këshillojnë të mundohemi të qetësohemi. Është vërtet e pamundur në ato momente, në atë intensitet të lartë të frikës, kur është ajo shumë e madhja, me u qetësu, me thonë ti vetës qetësohu. Se vetë trupi nuk të lën. Në fakt, kur të njeh arusha dhe ti më thon vetës që qetësohu, është e vështirë me mrria qetësinë. Kjo kërkon trajnim, kur ti je pa ankth, kur ti mësohesh me menaxhu emocionet e tua pa atë intensitetin e lartë. Nëse ti gjatë kohës kur si je me ankth, përdor teknika të relaksimit, frymarrje të thellë, teknika të ndryshme të frymarrjes që na i mësojmë, dhe je superuar në ato, domethënë ke praktikuar një kohë të gjatë, dhe ti je mësuar me menaxhu frikën tënde, me menaxhu ankthin tënde, me rujt qetësinë, është e lehtë mandej me menaxhu atë. Po kur ti nuk e arrit me bë këtë paraprakisht, i bën që në ato momente kur trupi yt po vlen prej ankthit, ti duhesh muçu. Duhesh muçu me lëviz, me harxhu atë energji. Me harxhu krejt ato që ka po ndodh brenda. Pra në ato momente të lëvizim, të bëjmë diçka. Lëviz, nëse nuk arrim me gjetë qetësinë, çau lëviz, bën diçka, zhvendose vëmendjen, shko dil jashtë, merr ajër të pastër. Do thonë mos e lë vetëm me vujt, sepse në atë moment nëse ti vjet tu e përjetu anktin të vujt realisht. Dhe bën diçka për me ndihmu trupin tënd. Nëse mundesh me u qetësu, me marr frym thellë, me u kthy te vetja, është një prej opsioneve. Nëse jo, atëherë çohu lëviz, bëni një zgjidhje. Vendose trupin, si psikoterapiste trupore, është shumë e rëndësishme lëvizja e trupit. Kur dojmë ndërhyj te gjendjet emocionale, na përdorim trupin. Dhe merre trupin edhe çoje ku ndihet ai rahat. Nëse ndihet rahat me ul dhe me marr frymë dhe me pushu, me na qetëso ankthi, mirë bëne. Nëse jo, lëvizë dhe gjeje një pozicion tjetër i cili po të bën që trupi yt me qenë rahat. Ose kur del për shëtime, hec në natyrë dhe sheh aty pemë, drunj,
e kam parë dikun tek mediat e huaja që përqafoje drurin. Tashma këto... Tani paramendon Kosovë, po dikush që përqafon drurin. Pas ka rshit kretë. Njerëzit sot Laura janë të marrë shumë me botën shpirtërore. Ndoshta për shkak të rritjes së stresit, gjithandej dinamikave të jetës, teknologjisë, njerëzit janë shkëput prej vetës, prej shpirtit të tyne dhe janë të përdorur çdo gjë, çdo teknikë që të kthen te natyra, që të kthen te shpirti edhe te ajo pjesa e qenjes tonë si njerëz, ajo që ka edhe lidhja që na kemi me natyrën. A na ndihmon ato momente edhe ta përqafojmë, ta shtrëngojmë diçka që e duam shumë? Po, përqafimet janë një ilaç shumë i mirë, madje për shembull nëse vjen edhe të përqafon një fëmijë, këshilla është le të përqafon sa ai ka nevojë, mos ja shkëput përqafimin. Njëjta vlen edhe për të rritur, nëse dikush vjen edhe të përqafon, dihet që ka pas nevojë për atë përqafim. Dhe le të përqafon atë sa ka nevojë. Atë është pa i eskaluar ata kufit personal. Patjetër. Kështu që përqafoni sa të mundeni, sepse nga përqafimi nuk vjen asgjë e keqe, gjithçka vjen e mirë. Nëse të vjen edhe pemën mos u thosh. Edhe mikrofonin sa shumë që e dua dhe vërtet më ndihmon dhe më lehtëson. Po flasim për menopauzën dhe paramenopauzën dhe ndikimin e tij tek problemet e shëndetit mendor. Me neve është psikologa klinike, psikoterapiste Antigona Qenaj Sendiu. Antigona, faleminderit edhe një herë që je me neve. Tregove që paramenopauzа fillon do thotë prej të 40-tave, rreth 40-tave, në përjashtim të grave që kanë pasur intervenime, probleme shëndetësore, mundet me fillu më herët dhe derisa futemi në menopauzë prej moshës 50 vjeçare andej, apo kur edhe kemi mungesë të ciklit përafërsisht një vjeçare, atëherë dihet që vetë se jemi futur në fazën e menopauzës. Ajo çfarë a dallojnë, a ka gra që e kalojnë më lehtë dhe ato që më rënd? Dhe a është kjo ajo se çfarë është gjendja e shëndetit tonë mendor që reflekton pastaj si kemi me të i kalu paramenopauzën edhe menopauzën? Janë të ndërlidhur këta faktorët organik edhe psikologjik. Sa lart ka me kalu, madje edhe ata gjenetik. Do të thonë varet shumë gjenetikisht që janë predispozitat për me pas menopauzë të lehtë ose të më të vështirë. Pastaj është gjendja shëndetësore e përgjithshme, për shembull mbi pesha është një arsye që menopauza me u kalu pak më vështirë. Sa kem aktivitet fizik është një faktor i rëndësishëm. Por gjendja psikologjike dhe personaliteti, qysh personi i qasët problemeve, qysh personi ka kriju aftësi me zgjidh probleme, qysh ka kriju aftësi të menaxhimit të vetës, menaxhimit emocional, ndikon tepër shumë, sepse atë menaxhimin e simptomave ka me ditë me bo shumë ma lehtë se sa dikush që ndoshta nuk mësu shumë kujdes për veten, e kalon pak veten anash. Është një periudhë kur të rikthehen kujtimet, gruaja në këtë periudhë fillon edhe mendon veten prej se ka qenë e re, kush është ajo, cilat janë kanë ëndrat, shpesh i dëgjojmë të thonë, tu i kujtu ato vujtjet në për cilat kanë kalu, hjekat që thojmë popull. Sikur rikthehet memoria prej fillimit edhe ripërjetohen edhe një herë krejt ato që ka kemi kalu. Nëse kemi pas trauma më të mëdha në jetë, natyrisht që ka me qenë si një ripërjetim i dytë, dhe është periudhë kur gratë pastaj i ndjejnë ato edhe një herë, dhe natyrisht është pak e vështirë me menaxhu për disa prej tyne. Po e mendoja në të kaluarën, përderisa nuk kanë ditur shumë, nuk kanë folur për shëndetin mendor, nuk e kanë lidhur fare këtë periudhë. Ka pasur shumë gra që janë izoluar plotësisht dhe kanë kaluar në gjendje depresioni, duke mendu pasaj veten si të çmendura, apo sikur nuk janë mirë psiqikisht dhe janë izolu dhe kanë vazhdu me besu që ato vërtet nuk janë mirë, edhe duke u sill ashtu kanë filluar me besu në atë se nuk janë mirë. Dhe fatmirësisht në kohët e sotme po lexojmë shumë, ka gjëra që shpërndahen në internet, por edhe teknika, ka edhe psikolog dhe psikoterapist. A duhemi me shku te psikoterapisti në fazën e paramenopauzës apo në menopauzë? Se nuk e kemi dëgjuar shumë herë që për menopauzë me u drejtu psikiatrit apo psikoterapistit. Në fakt, ka disa raste kur vetë ginekologët orientojnë gratë
te psikologu, psikoterapisti në periudhën e menopauzës dhe është shumë e mirë kjo sepse është periudhë kur me të vërtetë të duhet mbështetje. Tha shumë mirë përpara ndoshta gratë janë mbyll vetvete pa e ditë çka po ndodh, tu mendoj që ka filluar një çrregullim rreth aty në mendodhe dhe janë trajtuar ndoshta edhe me ilaçe për një kohë gjatë dhe në fakt ka qenë më shumë i nevojshëm një suport psikologjik, një mbështetje psikologjike. Çka ka qenë e zakonshme në periudhat e mëhershme, njerëzit kanë jetuar në bashkësi dhe gratë e kanë ndihmuar njëra tjetrën. Ka qenë një kunat më e madhe, vjera, nana, dikush aty që ka jetuar me to edhe që ka ndihmuar me kuptu ma shumë ka pasur atë efektin pozitiv edhe ajo bashkësia. Është marrë ndihma prej rrethit. Diçka që mungon sot, sepse sot jetojmë kryesisht vetëm dhe shumë gjëra nuk e kuptojmë çka po ndodh me ne. Nuk e kemi dikë ato që ka një përvojë na gjë edhe që na këshillon se është normale edhe unë e kam kalu. Është tepër ndihmuese kur dikush që ka ra prej dardhës i vjen me ndihmu. Të thënë dikush që e ka kaluar ato edhe vjen të tregon që është diçka që ka lënë. Në ato momente ti ke nevojë vetëm me ditë a ka lënë. Shpesh krejt çka luftohet është veç po du me ditë a ka lënë, se nështë ja bëj diqysh e përballoj si fazë, cilën të fazë njët, kështu. E kemi qef me ditë a ka lënë. Po, gjithë shka ka lënë këtë jetë. Edhe menopauza është fazë që ka lënë, por natyrisht na duhet pak durim edhe me u marrë me veten në formën më të mirë. Kur themi me u marrë me veten, tregove që duhet kujdesemi dhe për veten tonë dhe mos ju vëmë veshën edhe shumë asaj se çfarë thuhet për rreth nesh, ti marrim gjërat pak më shtruar, pak më në paqe me veten tonë për me reflektu ashtu. Por a ka ndonjë metodë që kur zgjohemi në mëngjes, prej mëngjesit, si me mendu ma ndryshe apo çfarë me bo, sepse ndonjëherë me thonë po mundemi, po me i praktiku, po është pak më e vështirë. Ka ndonjë sekret kështu ju psikoterapistët që e praktikoni, që i te i kaloni këto faza? Është diçka që nështë është një këshill që mu më pëlqen shumë, është me ngadalësu hapin. Prej momentit kur shohem mëngjes, mos u qa me thurr. Jepi kohë vetës, me përjetu atë rutinën, me i la syt, me pastru dhëmt. Po du mund dalë një minutë dhe me mendu veten. Apo qohemi me thurr, apo qohemi për ngut, se kemi krejt një alarm që po na zgjon prej gjumit. Apo flajmë mjaftueshëm sepse mos harrojmë me përmend edhe faktorin e gjumit. Është tepër i rëndësishëm në këtë moshë, nëse nuk bëjmë gjumë mjaftueshëm, ndonjëherë për shkak të afshëve të nxehta kemi edhe telashe me gjumin, dhe nëse nuk kemi fjet gjithë natën, mandej e krejt dita jon ka me qenë ters. Kështu që hajde ta ngadalsojmë hapin këtë periudhë, po edhe për gjithë neve. Ata që thonë këto momente si me ngadalësu hapin, apo e marr shembull vetën time, një person që edhe po ballafaqohet me anksin, si zgjohem unë në mëngjes, se kryesisht se ka më të fortë në orë të hershme në mëngjesit, për shkak të edhe kortizolit si duket. Kur zgjohem mëngjes e përmendet i me ngadalësu hapin. Edhe tani po e mendoj që qohem si me u quna i robot, si me mdjek dikush, edhe pre frikës që mos me m'kap ankthi shumë, filloj aq shumë me këqyr me u marrë me punë të shtëpisë, aq edhe të ungu derisa i shoh që minutat e fundit edhe duna me u marrë me veten shpejt edhe me u nisën punë. Pra kjo është gabim një X i madh. Fillimisht me shiu pak. Edhe atë punë të shtëpisë, nëse i bën. Po mos harrojmë ne që kemi edhe një muzikë. Po ne që kemi në banesa edhe që kemi veç një toalet, presim edhe në rend për me. Edhe ai stres në vetë. Ajo stres në vetë. Ngadalsoj hapin edhe atë. Flej më herët, çosh më herët edhe i nxjerr krejt. Jo, edhe kjo është ajo që organizimi i brendshëm, sepse vërtet në familjet tona për shkak edhe njerëzit që jetojmë edhe kushteve dhe që fëmijët kur rriten nuk dalin dhe shumë herët me jetu vetëm, është vërtet na sidomos në përbanesa që nuk kemi një orar për me bo cili me u gjushu që gjithë bashkë dhe gjithë edhe shoh që aty fillon të gjithë secili një nervozizëm i vogël. Pra duhet me ngadalësu hapin edhe me përgatitë se duket në mbrëmje për nesër se çfarë do të bash. Po, me ngadalësu hapin. Këshilla më e mirë që unë e ko marrë dhe e ja për njerëzit është kjo mendoj. Ka fjalë që duhet t'i themi në mëngjes vetës tonë kur qohemi. Tash ka njerëz që
sot po përdorin manifestime, afirmime, dikujt i funksionon me qenë kështu pak ma robotik, me ja thonë me zo vetës, dikush thjesht e ndjen edhe bën prej brenda ato. Natyrisht, foli vetës mirë, sa mirë mëngjesi bukuroshe. Sa mendon Gjana, mirë mëngjesi bukuroshe, pse jo, sa e mirë je. Dhe paramendo me qenë, do të thotë këta që janë të martuar dhe me kalu burin ato momente dhe me fa gruntu, mirë mëngjesi bukuroshe. Tash, a ka nevojë Gruaje mirë. A ka nevojë me obo kështu me gjestet të jashtme, a thjesht me ndje mrena s'ka lidhje, po nëherë për me shpjegu duhet edhe me vepru, me praktiku. Po gjithë mundim me dash vetën edhe pa ndoshta pa këto mjanë ka faqen vetës edhe me dalë mi thot direkt me za aty para pasqyrës, po nëse ka nevojë pse jo. Pse mos mi thon. Ma mirë mi thon bukuroshe se mi thon je keq, na i sam po do kësh keq ku ti se ajo që kanë flasin vetës ndikon na se marrin parasysh. Për shembull ka raste kur dikush han ushqim, edhe dëgjon se herë han thot, "Hongra shumë e teprova." Ama dhe burrat shqiptar pak e teprojnë sepse nuk e shohin barkun e vet që e kanë kryesisht dhe kemi vrejtë dhe kemi dëgjuar shumë grave që i thonë ajo në mëngjes nuk po them shkreta, mundohet ashtu mu duk bukur thot. Ai krejt vetë që ky bark tu ka bosi shtatzon mu kon. Atë në dashja me një që ulat e gruaja mundohet po që edhe pak më kam edhe dhe kështu edhe po deri sa. Se po kjo është ofendim, ta loja ofendimin edhe vetës të vazhdo se shumë e bukur je. Pavarësisht barkut. Dënoja ofendimin aty. Gjeni një formë dënu. Pare gratë që tonë këshyra më reti tonin. Po dhe. Këta tri të thojnë body shaming. Wow. Po keq më një për trupin tonë. Pra duhet i flasim vetës pozitivisht, mos ndikohemi nga rrethi, të ngadalsojmë hapin, pastaj si ta vazhdojmë ditën. Me edhe, natyrisht, me i marrë ato përgjithësi, po me i zbretë nga banesa dhe sheqet ta kanë bloku aty rrugën edhe sundet. Kur gjithë bëhet, merre me qëtësi, nesër keme arru që ato që ta ka bloku dikush rrugën dhe s'ka nërpërdu, kështë që vjenë në punë. Merre me qëtësi, qka su shkru mu bo, thojnë, popull të na nuk bëhet. E kemi këtë shkrunën shumë mirë që na komenon raste. Pse jo, unë e thëmë përdër, gjithë shka që atë bënë mu një mire, që ta lecon jetën përdër, natyrisht pa është e vërtet kjo, ta konsumojmë një gotë ujë si të zgjohemi mëngjes, pse nutricionistët e kanë shpjegu këtë gjë, por në aspektin psikologjik në kongresin e psikoterapisë para 2-3 vjetëve që ishte në Bullgari, se po shkojmë vitet shpejt, një studim japonez e kishin bo për ujin, edhe mënyra që është molekulat e ujit qetësojnë trupin, qetësojnë ankthin edhe stresin. Sot pishohem që me i fol ujit fjalë të mira, po ndryshohet molekula për mbajtja e ujit. Ata rekomandojshin në kongres e kishin bërë tamam hulumtim shkencor dhe prezantur që kur personi është në stres, në ankth, një gotë ujë automatikisht e relakson sepse oksigenohen molekulat përmes ujit. Dhe që ka më duk shumë interesant se mu më kujtu në mesin e kolegëve dhe profesorit e Verçes, ko thash, po profesor na në kulturën tonë se herë dikush friksohet. A ke pa kur na tut dikush, çka bëjmë ja, thonë pije një gotë ujë. Më kujtu gjyshja kur ishim fëmijë, për shembull që na jep ke ujin. Thash na e pas kemi ditë këtë hulumtim shumë më. Vërtet ka shumë që shumë gjëra janë që vetë se i kanë praktikuar, por ndoshta nuk kanë ditë emrin me ja vendosë për çfarë edhe ndikon. Ndoshta s'kan pas hulumtime ku është analizuar molekula me ato mikroskopët edhe gjithë. Por e kanë vrejë që po e qetëson situatën. Mendoj që të parët tanë kanë qenë njerëz shumë të mëshëm, ndoshta përvoja i ka mësuar qysh praktikisht me jetu mirë, kështu që kur e përmendën një gotë ujë me pi mëngjes, unë personalisht e pi gjithmonë një gotë ujë sa zgjona para se me pi kafën edhe krejt të tjerat. Ndoshta jo më diku shumë prej atij hulumtimit se e kam pa që sa i mirë është uji dhe më ka ndihmuar shumë në metabolizëm. E kam vrejt direkt që barku tim i ka bëu mirë. I ka bëu mirë. Dhe për këtë arsye është që mos të qëndrojmë dhe dehidruam edhe mos të kemi mungesë të ujit edhe gjatë ditës dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tek menopauza, me pi ujë në menopauzë sa më shumë ujë është e rekomandueshme. Është e rekomandueshme sepse këto edhe nuk e dim. Përveç aktivitetit fizik, ujit, çfarë tjetër është e nevojshme gjatë menopauzës? Shoqënia e mirë, ma shumë i shiu me ngadalsu hapin edhe me përjetu si mosh e rritjes, me leju vetën
me u kthy pak te ajo. Ka edhe diçka që ndodhet dhe pse ju jeni psikolog dhe psikoterapist dhe mjekët, ndoshta është pyetje më shumë për mjekët, por po e flasim pak hapur që duhet flasim. Në këtë fazë ndodh edhe një ndryshim edhe një te gratë ku fatkeqësisht shumica prej tyre edhe do thot janë një lloj depresioni dhe do thot edhe me partnerët e tyre kanë problem sepse humbja e knatësisë, humbja e dëshirës për marrëdhënien seksuale. Do thotë është kjo, duhet bëmi kujdes edhe në këtë aspekt që mos të ndalet do të hormonal, që ajo ndihmon më shumë, që ndikon që gruaja me pas këtë vështirësinë me pritur knatësinë, e cila pastaj emocionalisht bën që ajo me mendu çka po ndodh me feminitetin, a jam më grua e bukur siç kam qenë, a jam tërheqëse siç kam qenë, apo rrezikohet kjo ana femërore, dhe natyrisht krijon atë konfuzionin në mendjen e saj. E ku ishte kundërta, me sa lexova edhe në disa prej këtyre revistave botërore që janë të shëndetësisë, që biles rekomandohet që në këto periudha mos lihen më janë marrëdhënie seksuale sepse janë mjaft të nevojshme edhe ndihmojnë në rregullimin e Këtu rekomandohet shumë një përkrahje prej burrave me komplimentu partnerën, sepse supozohet që ata janë bashk tashmë një periudhë të gjatë dhe është një moment kur ndoshta gruaja ka më shumë të nevojë për përkrahjen e partnerit dhe ato komplimentat, fjalët e mira janë tepër të nevojshme në këtë moshë për gruan, sepse bëjnë ato të ndjenjë që nuk po e humbin feminitetin, sepse si gra është ajo që neve na përfarson të qenurit femër. Dhe nëse na ndjejmë që po rrezikohet kjo pjesë e jonia, natyrisht që kjo ka më na shkaktuar një gjendje të ankthit dhe ndoshta depresionit. Natyrisht rekomandohet shumë që mos na ndërprej marrëdhëniet intime në këtë moshë, përkundrazi është mosha kur ato duhet me menu për veten më shumë edhe me leju vetëm me shiju më shumë gjëra. Me qenë më të shpeshta dhe është koha që ne mos turprojmë më të flasim për gjëra që janë pjesë e trupit ton, pjesë e shëndetit ton. Ne jemi njerëz, qenie njerëzore dhe kjo është pjesë e pandashme dhe çdo gjë që ne e ndalojmë nga turpi për me diskutu ose me trajtu, e kemi ndaluar në pjesë të shpirtit apo trupit ton. Për këtë arsye kur nuk kemi të kompletuar, natyrisht që nuk kemi edhe si me u ndihmë mirë, sepse trupi çdo herë kërkon, edhe nuk e kanë thënë kohë që është gjëja më inteligjente në botë. Trupi flet, trupi alarmon, trupi kërkon, por ne duhet ta kuptojmë shumë herë nuk e ndëgjojmë dhe nuk dëshirojmë ta ndëgjojmë përderisa ai zëshëm edhe flet. Dhe më ka mbetë shumë në kujtesë fjala e Dale Carnegie që ankthi nuk duhet vetëm luftuar, por edhe duhet dashur shumë, sepse është ankthi pikërisht ai që na ndalon me mbet aty ku ne po stepemi, po mbesim prapa, po çalojmë qoftë me shëndetin, qoftë me brendin ton shpirtërore, sepse ankthi të nxit ajo para ti, ajo pasiguri të nxit që diçka nuk është mirë me ty, edhe këtë që po e bën duhesh me bën ndryshe. E kom mësuar mirë? Shumë bukur. Laur, ankthi gjithmonë ka një mesazh. Sa herë që na trajtojmë problemet me ankthin me persona të ndryshëm, asnjëherë ajo që ka kuptojmë për njërin nuk është e njëjtë me tjetrin. Prandaj është shumë kompleks ankthi nëse trajtohet në përgjithësi, sepse është shumë individual. Për shembull, një biznesmen i suksesshëm, arsyeja pse ka ankth mundet me qenë ndryshe prej një ankthi të një gru që është në menopauzë. Dhe vetëm përmes psikoterapisë na arrim me mundsu personet me njoft anktin e vet, edhe me i dhënë kuptim atij, derisa nuk bëjmë një psikoterapi, personat shpesh kanë frikë, të thama frikë prej frikës vet. Do të thonë, vjen ankthi dhe njerëzit reagojnë me ankth ndaj asaj që po vjen, sepse nuk arrin me kuptu. Është diçka e panjohur. Çka kam tash? Na krejt kemi dëshirë me qenë mirë. Por që përjetojmë një moment të ankthit, na kemi frikë çka është kjo. Dhe të qenë në ankth, pastaj mundësia për me kuptu më shumë është zvogëlohet, natyrisht punon më logjika kur jemi në ankth. Prandaj janë tepër të rëndësishme seancat me psikoterapistin këtë rast, sepse neve ato seanca na mundsojnë në një gjendje qetësie me analizu më shumë ankthin ton, me njoft ato dhe momentin që na e njohim pse ka ardhur, problemi me anktin zhduket. Po. Dhe nuk jetojmë thjesht duke menaxhu, sepse me menaxhu është me përballu, mos mu tut prej ti.
po kjo nuk na jep mundësinë me kuptu më shumë për to. Zgjidhja më e mirë është të shkojmë pak më nuk e analizoj më shumë herë, më kujtohet edhe babi im i ndjerë që kur i kisha këto fazat edhe vite më parë kur jam ataku me sulmet e panikut me anktin. Edhe atë qetësusin që e merja në atë periudhë kur më kalonte, kur u qetësoja më pyeste Laur, vetëm mendo. Të kishe pas, unë kisha frikë mos është ndonjë smundje, mos është se çdo herë shkon mendja që mos është diçka më e rrezikshme, mos është smundje. Dhe thot çfarë të qetësoj, ndonjë medikament për zemër apo për kancer apo për çfarë, ishte thjesht një qetësues që ty qetësoj. Do thotë je e shqetësuar. Dhe çdo herë bazohen atë se çfarë ty po ta largon anktin, do thotë janë qetësuesit, antidepresiva, gjëra kundër depresionit që ty po të bëjnë me undi mirë. Nuk janë pra medikamente tjera që kanë të bëjnë me smundjet fizike. S'ki frikë që kemë dek prej zemrës. Po, unë kisha probleme me marrë mendje dhe sot asaj dite ndonjëherë kur e kam një më shkon mendja, ende dhe pse kam punu shumë vite, shumë interesant kjo se si traumat nuk trajtohen, ndërsa edhe si duhet, edhe aq sa duhet, që frika mos është diçka tjetër, pasi që po zgjat pak më shumë edhe s'po kalon. Por kur e mendoj se me çfarë medikamenti po kalon, atëherë vërtet e vren që nuk është se kishte diçka serioze që më patë thonë edhe ti dhe i tash kishe me vdek. Kështu që është mirë që gjithë ne që po kalojmë në periudha të tilla të mendojmë pak më shumë, edhe pse është e rëndë e vështirë në ato momente të mendohet, por kur jemi të qetë në ato 1, 2, 3 orë, 5 orë, 10 orë gjatë ditës, të mendojmë dhe të analizojmë se çfarë ka ndodhur me mua, edhe ti marrim ato shënimet. Mundesh me na ful pak edhe ai ndihmon edhe në menopauzë që të marrim një ditar për me pa se si po ndihemi, kur janë ato fazat që po i kemi, çfarë po ndihmë në ato momente. Në ato momentet kur jemi ma të qetë, natyrisht jo në momentet kur po përjetojmë se s'kemi ma durim edhe nerva me shkru, ndoshta fiks në ato momente, edhe pse është një metodë e mirë kur mësohesh me shkru, për shkak se shkrimi ta mundson të pavetdijshmen me botë të vetdijshme. Dhe kjo është psikoterapia, kur na të pavetdijshmen e kthejmë në të vetdijshme. Tash a kemi me përdor shkrimin, a kemi me përdor një bisedë me një shoqe, a kemi me përdor seanca psikologjike, psikoterapeutike, varet, po shkrimi është një prej tyre. Kështu që po rekomandohet edhe kushdo që e ka talent, kushdo që i pëlqen, sepse jo nuk vlejnë teknikat për gjithë, Laura. Disa njerëz thjesht nuk ndjen komod. Nuk ndjen komod me kap lause dhe me shkruaj çka po përjeton. Dhe nuk është shkrimi forma më e mirë për ata, nuk është shkrimi ndoshta rekomandimi për ata. Por gjithçka që ty të ndihmon me boçat të pavetdijshme të vetdijshme, gjithçka që ty të ndihmon me u qetësu, me u relaksu, që të bën thjesht me thon ma mirë jam që tash, bëne. Qoftë biseda me ndonjë mik, mikesh, qoftë e dalura, qoftë muzika, qoftë vallëzimi në ato momente. Trupi ka nevojë me lëviz. Për shembull, vallëzimi është një formë shumë e mirë me shliru shumë emocione, po jo gjithë e dojnë vallëzimin dhe nuk i përshtatet gjithë. Patjetër. Unë për shembull shumë tani me ndëgju muzikë edhe zgjohem me vallëzu. Përndryshe çohem me vallëzu. Edhe pse po arrim na ndryshon patjetër. Edhe pse jemi në fund fare, e ndëgjojmë shumë herë fjalën që me çajt na bën mirë, na është një çlirim prej emocioneve, por kam dëgjuar edhe diçka tjetër që themi fytu brendom nisja çaj që duhet me zor veç shlirohu. A duhemi me çajt me zor apo vetëm kur të na vjen për me çaj? Nuk duhemi me çajt me zor, po as nuk duhemi me anal lotin nëse vjen. Pra me zor nuk duhemi me çajt. Nuk duhemi me çajt me zor, që është sforcim më i madh. I bën që je tu aktru. Dhe çlirimi nuk vjen përmes aktrimit. Vjen nga ajo që ndim. Pra, nëse vin vetvetiu lotët, mos t'i ndalim. Po, në kulturën tonë pranohet nëse çajmë, po krijohet edhe një farë panike kur na shohin të çajit. Thonë mos çaj, mos u bën keq, hajt se kalon, ka dalë vetëm ti e fort, e nuk pranohet. Ka kultura ndryshme, për shembull edhe në botë, dje përmendëm me kolegë që gjatë seancave të supervizimit mes psikoterapistëve, nëse dikush prej psikoterapistëve ka filluar me çajt, në atë kulturë në Austri, duket përmendi një kolegë, tha a mundesh me dalë me çajt jashtë, mos na e merr kohën. Wow. Sikur nuk, do të thënë edhe mesin e psikoterapistëve, sikur nuk pranohej ideja që ti mundesh me çajt. Te na në kulturën e psikoterapistëve në Kosovë na e suportojmë dhe mbështesim procesin e të çarit sepse është çlirim.
emocional. Dhe mas që asaj, nëse na kemi komi dhanë personit me elan me qajt, me ndodha, jo? Mas që asaj, koha i ka mi qelë syt, ka me u qartësu mendimet e ti dhe ka me undje ma mirë. Kështu që është njerëzore me mbështet, nëse dikush është u qajt, mi qëndru afër, po jo mi anal, ose me shti me qajt me zërë. Do të ta kemi po parasysh. Po kultura në herë ndikon, dhe më thonë, varësisht prej vendit. Pas gjemi në fund fare, kur mundemi me thonë që kam baru menopauza? Kam baru menopauza kur ti e ndjen vetën që pra po merë frymshlirë. Ato simptomat që i përmendëm, nervozizmi, pagjumësia, valët e nxehta, kam fillu me u qetësue, gati mu largu krejt. Duket sikur u riktheve prap në jetë, madje e përshkruaj në herë, po nina sikur mu bo fëmijë prap. Si rilitje. Gjatë ndodh mandej në atë moshë, njerëzit nëse e kalojnë me sukses, po e kam përdor për me reflektu edhe me zhvillu diçka brenda vetes, thonë çlirohen shumë prej komplekseve, kur dalin prej fazës menopauzës, e ke pa vjen një moshë kur ma nuk janin çka të thonë tjerët, jetojnë ma shumë për vete, shijojnë ma shumë, nervozohen ma pak, kuptojnë ma shumë, edhe e ndjen një verzion të ri. E përdorin fjalën shotë e poshtë. Shotë e poshtë, më thënë, jetojnë një verzion të ri të vetës vetë. Uroj që secila grua të i kalojnë këtë formë menopauzën, të merret me vetën në qatë moshë, edhe kur të kalon ajo fazë, pastaj të njihet e çlirume edhe sikur ka rifillu diçka prap prej zerës me një përvojë shumë atë. E përmendëm, mos harrojmë ta përcekim edhe një herë këtë fazën 40-50 që bie 10 vite para menopauzë, por kjo mos friksojnë sepse nuk do të thotë që ti 10 vite nuk do të jesh mirë, por do të ketë faza ti vren që ndoshta rreth një javë para ciklit kime qenë më nervozume, kime pas problem me gjumin, dikush thotë po ndjena sikur truni mu ka oj, për shembull, ka pas një shprehje që e kam dëgju, ose po ndjej simptoma edhe trupore, domethënë janë simptoma normale që i ndjen, po jo 10 vite rresht çdo ditë po do të thotë faza momente. Antigona, faleminderit shumë. Faleminderit ty Laur, ishte kënaqësi gjithmonë. Po, kënaqësia edhe jone, besoj që do të kemi sërish sepse do të vazhdojmë me ciklin e emisioneve të problemit që ndet mendor, kemi filluar nga fundi i janarit dhe ja mbaroi edhe marsi dhe ka edhe shumë tema që do të flasin, do të vazhdojmë edhe prithin, kështu që besoj që do të jetë fole për këtë periudhën me burrat me ndonjë prej kolegëve të mi, ndoshta. Gjithsesi që do të burrat përjetojnë këtë krizën e moshës të mesme, po që me simptomatologji të ngjashme, po që është ndryshe prej jo, nuk po flas me kolegë tjerë, po do të na vish javën tjetër. Jo, tjetër nuk jemi. Ai e këtu a nuk je, do të flasim dhe do të vazhdojmë pastaj edhe për tek burrat si qëndron puna, kanë ata menopauzë apo këtë periudhë si e kalojnë edhe ata. A kanë menopauzë burrat? E kanë një lloj tjetër të menopauzës, ata që është krizë, një cikliza e puberteti moshës. Po. Ta që nisim pak mund drejtë si ma shumë. Jo i vetë janë qenë që të populli. Si do qoftë, jemi njerë si burrat, si gratë, apo jo. Faleminderit shumë që ishe me neve.